Vitin e kaluar ne kushtuam një natë adoleshentëve tjem. Ishte një vendimi im dhe Jonës për të bërë diçka për një grup mosh që nuk është se diskutohet shumë nëpër ekrane. Është e çuditshme se sa të përjashtuar janë adoleshentët. Nuk e di domethënë. Gati është fatkeqësi që janë kaq të përjashtuar. Nuk e di kush i përjashton, televizionin e kanë në dorë të rriturit. Ndoshta ata nuk duan të përballen me mangthet e tyre të rritjes adoleshentëve, sepse është një fazë e vështirë në fakt, është një fazë që të sfidon shumë. Unë e them psiqikisht, shpirtërisht, të sfidon si njeri, ai që je. Dhe nuk e di pse këtë brez neve edhe simbolikisht e lëm jashtë, se kuptojmë ose e marrim me kaq lehtësi, sikur se kështu kemi qenë dhe ne. Por unë personalisht si nën adoleshentësh, çdo ditë mësoj që duhet të mësoj. Çdo ditë mësoj që duhet të mësoj për ta. Duhet çdo ditë të mësoj. Dhe sa më shumë mësoj për vajzat e mi adoleshente, aq më shumë kuptoj që duhet të kem një lloj distance. Aq sa të tregoj që jam aty, aq edhe duhet të lë procesin e tyre. Pa e paragjykuar. Folëm për çunat jona vitin e kaluar, tash do flasim për gocat. Të cilat të paktën në biseda që kam bërë unë, edhe ndoshta Elona që ka çunin adoleshent mund të bie dakord, që është mbrapa kamerës, gocat kanë shumë emocione apo jo, janë edhe hormonalisht ndryshe, edhe përjetojnë ndryshe. Jo vetëm vajzat, po le të themi që është një pikë historike shumë unike, ku sot po dalin dinamika të reja ndryshe nga çfarë kemi ne kaluar apo ju keni kaluar në adoleshencën tuaj. Janë shumë të ndryshme sepse sot adoleshentët janë më të informuar nga aspekti emocional, pra din të vendosin kufin, siç e themi ne, atyre kufinëve të famshëm, din të flasin më shumë për shëndetin mendor, din të flasin më shumë për ankthin, për emocionet e tyre. Por nga ana tjetër ka edhe një paradoks që edhe prindi po fillon të përshtatet me këtë ndryshimin e adoleshentëve, por dalin edhe gjëra të tjera negative nga ky bashkëveprim i ri që po ndodh tek familja, tek marrëdhënia, siç e kemi në këtë rast, nën vajzë. Sepse unë dëgjoj shumë për shembull nëna që thonë unë përpiqem të bëjmë një shoqe për vajzën time, por kjo dinamik nuk është shumë e shëndetshme. Sepse ti shkri një rol edhe adoleshenti, në këtë rast vajza, e humb atë pikën e orientimit. Nuk e shikon nënën si një strukturë ku mund t'i besoj, por shkrihet me të, merr barrën emocionale të nënës dhe ne themi, ok, kam bërë përpjekje të dy që të bashkëjetojnë ndryshe, por del në pa një gjë tjetër. Dhe gjithmonë duket se ne duhet të lëvizim në për këto ujëra për të kuptuar se çfarë është më e shëndetshme të bëhet në këtë raport, dhe jemi gjithmonë në zbulim. Nuk ka një gjë e cila thotë e definon sakt për çdo lloj marrëdhënie që ekziston nën vajzë, por jemi gjithmonë duke u përshtatur çfarë shkon me këtë marrëdhënie, çfarë po bëhet ndryshe, jo detyrimisht gabim, por që mund të shkojë në një rregullim të kësaj marrëdhënie që të dy të ndihen mirë, sepse edhe nëna ka shumë presion. Jo vetëm fëmia adoleshent që po zhvillohet edhe po kupton kush është brenda asaj botës vet. E çfarë mendoj unë sa herë që tash që jam nën vet, sa herë që dëgjoj këto intervistat e njerëzve të famshëm që thonë unë nuk dilja nga shtëpia, unë isha në depresion, unë nuk kisha asnjë shoqe, unë doja të vrisja veten, unë çaja duart, se ka shumë adoleshent që e bëjnë këtë. Dikur natyrisht dëgjoja historitë të tyre, tash dëgjoj me mendjen time nënën mbrapa ose prindin mbrapa, se çka kanë hequr dhe ata gjatë kësaj kohe. Dhe kryesisht të famshëm që ka nënën në tapetin e kuq me vete, por dëgjojnë që çfarë vështirësisë kanë kaluar me shumë njerëz që ja kanë dalë në jetë, por kanë kaluar në ekstremitete. Edhe jo është e vështirë, është një sfidë për të gjithë, është një sfidë për të gjithë edhe thash jam komplete pa edukuar në këtë gjë. Sado që referenca mund të marr nga vetja, është e rëndësishme të kuptojmë që ne tani jetojmë në një sistem komplet tjetër, është gjithë sistemi është ndryshe. Sistemi funksiononte, pra ti marrëdhënia jote me prindin ishte si marrëdhënia jote e shoqes tënde me prindin, ishte si marrëdhënia e shoqes tjetër me prindin, dhe roli i babit ishte si roli i babit tjetër, si roli. Tani këtu është një rrëmuj e jashtëzakonshme. Marrëdhënia ime me prindin nuk është e njëjtë si marrëdhënia e tjetrit me prindin. Roli i babit ka humbur për një pjesë të madhe, në një vend është autoritar, në një është i zhdukur fare, është imigrant, nuk bëhet fare, është me telefona, apo siç kemi histori sot që dy baballar nuk janë fare në jetën e vajzave. Informacioni është i tepërt, patjetër që e the ti që tani din për gjithçka.
unë edhe këtu në stafin tim, po jam përballur sidomos e punësimet e Gen Z-ve që ikin sepse kanë ankthe, kanë atak panik, nuk u zgjova mirë sot, jam me trauma, kam PTSD. Mendoj që këto edhe ndoshta etiketimet ato nuk arrin edhe ti zhvillojnë apo ti kuptojnë shumë mirë, sidomos kur janë në moshën 13 deri në 18 vjeç, kështu që edhe i vënë pa karar. Megjithatë, kjo pjesa e shëndetit mendor është diskutim shumë i madh për adoleshentët, por nga ana tjetër më duket sikur çdo lloj diskutimi që vjen papritur dhe bëhet një fenomen i ri, pra që futet papritur në jetën tonë, natyrisht do kalojnë në një rrëmuj derisa të stabilizohet dhe të futet në një vijë. Dhe në këtë moment ne jemi akoma të pastabilizuar dhe për më tepër në Shqipëri, sepse këto diskutime sjellin edhe mosnjohje të mirë të edhe psikologëve, të disave që nuk janë përballur me këtë, kështu që duhet të kenë ato një edukim shumë të mirë me çfarë po përballen, mos diagnoza të mira, ilaçe, ka fëmijë që unë njoh janë 16 vjeç që marrin Xanax, ndërkohë shiten dhe Xanax. Kështu që edhe ky është një problem shumë i madh për trinjt. TikToku u mundua qeveria e liroi prap. Filloi Franca ta filluan të gjithë sepse kanë parë problemet e shëndetit mendor, TikToku apo rrjetet sociale që kanë ato efektin e tyre. Unë nuk kam qenë asnjëherë pro mbylljes, me të thënë të drejtën, sepse nuk është vetëm TikToku, është një problem në sistemin ku jetojmë tashi. Pra unë nuk e shoh se është problemi një platformë apo një tjetër, është i gjithë sistemi. Ti mund të heqësh çdo platformë, po ke nënën me atë platformë, ke babain që punon, heq celularin, ke WhatsAppin, ke kompjuterin, ke lojrat, ke çdo gjë ty të është bërë i gjithë sistemi për të elmuar fëmijën. Edhe unë çdo ditë më shumë them që gjithë sistemi po ndërtohet për të elmuar fëmijët, adoleshent. Dhe aty fillon i shef shenjat. Për mos folur pastaj për ushqimin, vajza ime e vogël një ditë më tha: "Mami, ti ankohesh për shëndetin tim, po ti e di tha me çfarë ushqimesh jemi rritur ne?" Pra kjo kishte marrë edukimin kishte parë një dokumentar me çfarë ushqimesh ishte rritur ajo. Unë natyrisht u ofendova se thash kam rritur me ushqim të mirë, po nga e di unë që kam rritur me ushqim të mirë gjithkohës. Po ajo karameli akullore që merrte në rrugë, ushqimi skandalos, pije energjike që shiten pa pyetur. Pra, në një vend pije energjike ishte plus 18 e vendi tjetër ta jepnin. Pra fëmijë që pinë, konsumojnë pije energjike, fëmijë që konsumojnë çokolladat e shpifura, ca të vogla, ca që në pikë të mëngjesit. Pra sheqerin. Gjëra me nisë shte. Pajumësia e internetit. Shkolla, mungesa autoritetit, probleme në familje, individualizmi, dëshira dhe jonë për të njohur veten, kush jemi ne, për të ruajtur unë si nën, për të qenë e aftë në punë, apo jo, e aftë në karrierë, e aftë në formë. Kjo është një dëshirë që unë s'kam të duhet kujdesem dhe për veten time. Pra ka ndruar dhe ky brezi, ne nuk jemi më nënat që bëheshim një mobilje, siç e tha dhe Moza Ahmeti i lezetshëm, domethënë kam thënë gjithmonë të bëjmë një mobilje për bashkëshortët e familjen tonë, duhem dhe ne të mbahemi, pra duam kohën tonë, po kjo koha jon për cilës si egoizëm, ndaj ka dalë fjala narcisizëm. Të gjithë të e bra një monolog shumë të gjatë, për të thënë që këta jetojnë në një rrëmuj të madhe. Në këtë rrëmuj të madhe është dhe rrëmuja në kokën tonë, se ne ishim fëmijë të prindërve të një epoke tjetër, dhe prap kemi zërat e tyre. Kemi zërat e tyre dhe prap s'kemi informacion. Edhe gjyshet janë pa përgatitur. Dhe plus, mos harrojmë që faza deri në 12 vjeç është një fazë që fizikisht, përpos atyre që kanë probleme shëndetësore, fëmijët fizikisht është shumë e lehtë. Është e lehtë, më e lehtë, e kam thënë gjithmonë, është e lehtë, më e lehtë e mami, e lehtë e vjera, më vërri aty, i thu dëgjoj muzikë franceze, dëgjoj opera, dëgjoj lije me celular, kërcej kështu, e përdor si kukull, e përdor si lodër, e përdor si robot, bëj çfarë dushti. E pastaj ai fillon çdo gjë që ka marrë deri në atë moshë dhe gjithë genet që ka, pastaj i kthen brapç. Dhe e fundit është dhe geni. Që ti nuk e di ç'a geni është, mund t'jetë geni gjyshit tënd pianet me varësi, mund t'jetë geni një njeriu, një familjar, një prindi që i lë gjërat për gjysëm, ose ka ankthe. Është një mister i madh, është një botë ku ne do futemi si prindër. Delian ti the është momenti i lehtë deri në moshën 12 vjeç, po në fakt është më kritiku, sepse do ta kthej mbrapsht të gjithë ato që ka marrë në këto 12, nëse në 7 vitet, të para janë më të rëndësishme, do ta kthej mbrapsht në pjesën tjetër të jetës. Janë shumë, edhe unë më vjen keq se diskutojmë për ushqimin e kalamanit, për qumshin, për këtë. Po ky diskutimi dhe ky i parë që ato vite që ti e ke lënë kalamanin, por se duket e thjeshtë për ne shumë komode. Shumë komode.
Unë lija me mamin gocën edhe kisha ai shumë punë sa që se merja një ditë merja të nesër, e kupton se tash është me mamin, ajo rria aty te liçeni një gjë e vogël, te deti. Po një ditë goca më tha, ndoshta ti si e bër për fëmijë, kupton? Sepse ai vullnekaritë e veta çka ka parë. Por përveç të kemi shëndetin është e para, po edhe kjo pjesa tjetër për te shëndetit është e lodhshme sepse është çdo ditë përpjekje. Kështu që realisht patjetër duhet bërë gjithmonë më shumë, duhet folur për këtë. Për te qumshit e tyre ç'a të hashe, ç'a të pishe, sa të flej kalamani i vogël e kështu. Mua më duket problemi më i vogël ai bebit. Po kjo është Çështja është që nuk rritet vetëm fëmia apo adoleshentit, rritet dhe prindi bashkë me fëmijën dhe me adoleshentin. Dhe mund të jetë një qasje shumë e mirë për ta menduar që ti nuk je një prind që mëson, je edhe një prind që po mëson nga fëmia. Nuk po mëson ti fëmijën, i mëson ai ty se si të jesh prind. Dhe kjo në një farë mënyrë edhe mund ta heqë pak barrën që je ti duhet të performosh si aty përballë ti për ta mësuar. Je duke vëzhguar dhe çfarë vëzhgon përshtatesh me të. Dhe unë them që gënjeshtra më e madhe që ne mund t'i themi vetes është që ata nuk na kuptojnë. Dhe ne mund të luajmë çdo lloj roli kur hapim derën e dhomës së tyre. E quaj kështu sepse kryesisht ata arrin në dhomën e tyre, tash në adoleshencë, nuk është ata na vinë në kuzhinë, në dhomën tonë. Dhe ne mund të kemi lexuar, të kemi shfletuar një gjë dhe të vendosim të jemi ata që sapo shfletuam, apo nuk kemi diskutuar një gjë me mendje dhe kemi reflektuar. Pa ata na njohin se na kanë njohur sikur na kanë njohur që në mitër. Ata kanë njohur gjithçka nga ne. Kështu që fëmijët na lexojnë shumë mirë. Fëmijët lexojnë shumë mirë. Fëmijët lexojnë edhe mirësinë, edhe mundimin tënd, edhe përpjekjen ta lexojnë shumë. Por nga ana tjetër të lexojnë edhe kur nuk të vin fjalën natyralisht, ashtu siç duhet, që nuk i beson, sepse ka një tendencë prindi që e kam vënë jo unë, edhe tek prindit e mi dhe kudo, që në një moment del origjinë. Të thot, edhe kur do të jetë komunikues të thot, po, se edhe ti, më thënë e ka, se edhe prindit realisht duhet rritën edhe ata sepse kanë shumë fëmijë brenda edhe ata. Janë kështu si në luftë adoleshenti me adoleshentin tënd që kanë përpara. Është sfidë. Është sfidë që ne ta diskutojmë sot, unë zgjata pak te kjo sepse jam vetë prind adoleshentësh edhe e kam shumë personale këtë gjë për këtë sfidë, por përtej kësaj është edhe shumë e mrekullueshme sepse janë këto sfida që nuk na rrisin, por janë këto sfida që e bëjnë jetën, na e bëjnë jetën me kuptim, na japin ne kuptim si njerëz. Janë këto lloj sfidash dhe këto janë sfida nga njerëz të cilët nuk na kanë nevojë as për lekët tona, na i kanë nevojë, por nuk kanë nevojë në atë formë që as për rrogën që i japin, nuk duan t'ia di fare se ç'a suksesi kemi ne, apo ç'a kemi arritur me punë. Ne i kemi sjellë në jetë, edhe ata na i kanë nevojë ne si prindër për mbrojtje, për gjithçka që na mund t'i japim, edhe të sfidojnë sepse të njohin shumë më mirë se çdo kush tjetër dhe a kanë ç'a humbin ata, s'kan ç'a humbin kur të sfidojnë. Sepse kur shkon fëmia nuk të pyet fare, domethënë nuk pyet, ti mund të jesh, nuk e di, Michael Jackson, mund të jesh Jezu Krishti. Nëse Jezu Krishti do kishte një fëmijë nuk edhe do thoshte që un kam shpëtuar të verbrin, domethënë Mojsiu kaloi detin, nuk e dia Mojsiu. Ai thoshte s'më plasi fare, kupton kush je ti Jezu Krishti. Domethënë nga i buron kjo adoleshentit fëmijës. Që kanë këtë lloj marrëdhënie që nuk duhet t'ia dim fare kush je ti jashtë. Sepse ato janë përqendruar te vetja. Janë përqendruar te vetja. Janë përqendruar tek ty. Tek ty marrin pjesë edhe i bashkojnë vetes nëse duan, edhe zgjedhin ta bëjnë këtë, por përqendrimi dhe fokusi i tyre kryesor është tek vetja. Mos harrojmë që edhe ne vetë kemi të fokusin tek vetja, por e kemi më pak të përqendruar me kalimin e kohës. Prandaj duket si mungesë interesi për ty, por në fakt janë të përqendruar, thjesht vëmendjen e kanë selektive. Prandaj të gjithë kanë nevojë për një adoleshent në jetë për të ndenjur me këmbë në tokë. Bashkë me Jezu Krishtin. Se bëj shaka. Atëherë, telefonatën e parë, kemi Lindën, e cila është në video call nga Kanadaja. Ajo ka një vajzë 15 vjeç, e cila si çdo vajzë në moshën e vet, e kaloi hati mori, është ajo pjesa që e kaloi dhe unë, mos u fut në dhomë, se u futem në dhomë. Dhoma është e shenjtë, kam pas dhe unë këtë pjesë në adoleshencë të dhomës, e doja shumë që doja sa më pak të shija prindrit. Kaloi një moment të vështirë, që ishte momenti i imigracionit, kur u zhvendosën nga Shqipëria në Kanada, ishte një moment ku ajo donte të rinte vetëm, të izolohej, nuk donte të fliste me tjëmën. Dhe pastaj gjërat u vështirësuan akoma më shumë, siç tregon Linda, sepse Linda njohu dikë tjetër dhe atje ajo kuptoi që ky binomi që kishi tashmë u thye, sepse u futet te dikush tjetër dhe pse Linda mundohet që mos të ndikoj fare kjo gjë. Një tjetër problem që do na tregoj Linda tani është edhe marrëdhënia me tjatin, sepse Linda është e ndarë, që është një mos komunikim me babain e vet
Dhe tani vajza është duke u rritur, ka pasiguritë e veta, por të flasim më shumë Linda? Përshëndetje. Përshëndetje. Të duhet të prisje pak, por isha shumë e frymëzuar sot. E dëgjova, shijova, u kënaqa. E po tash se edhe unë dhe ti unë kam gocën 16 madhen, 14 të dytën. Po mëson shumë me Demek. Po. As po mëson dhe ti nga goca. As po të sfidon dhe të çdo ditë. Pa punë, çdo ditë. Çdo ditë biles edhe kur bërëm telefonatën me gazetaren, mbasi mbyllën telefonatën thash, "Okej, prit pak." Se shumë herë gjërat i marrë të mirëqenia, apo bëra një analizë me veten pas gjithë pyetjeve që më bëri, edhe prap zbulova gjëra të reja. Prap kishte aty për të përmirësuar, për të edukuar, për të mësuar akoma më shumë, edhe shumë e vërtet që mësojmë çdo ditë. Më fol pak për gocën. Çfarë sfida jote e momentit më e madhe me të? Për momentin është ai izolimi që ajo bën në veten e saj. Është ajo pjesa që përësysh mos të fut e dhoma, më lër vetëm, është shumë interakt me rrjetet sociale, TikTok-u, në kuptimin që shikon video kot, edhe thjesht bën scroll pastaj komentet aty, qesh me ato, flet me shoqe, po luan një çik Roblox akoma kështu. Edhe kjo më shqetëson më shumë sepse ajo ka qenë shumë sociale kur ka qenë e vogël, me thënë të vërtetën. Ka qenë një fëmijë shumë solar. Unë mundova që në moshën kur ajo ishte 6 vjeç dhe mundova që gjithë fokusin ta kishte ajo. Domethënë dhe punova shumë me të. Ishte edhe një fëmijë shumë i mbar, mësonte shumë, që në klasë parë deri sa ne ikëm nga Shqipëria, në klasë të 7 kemi ardhur këtu, ajo ka qenë klasë 7. Dhe unë u fokusova vërtet tek ajo. Do të thënë punoja me të, isha gjithë kohës me detyrat, me çdo gjë dhe ishte vërtet shumë solare, jepte shumë nga vetja e saj, donte njerëzit, donte të bënte shoqe. Dhe kur ne erdhëm këtu pastaj, shoku im i madh ka qenë për mua, ndoshta edhe për atë patjetër. Ishte shok sepse ajo ishte herë e parë që unë shikoj një reagim të tillë nga ajo. Shumë e acaruar, bërtiste, mbyllte derën me forcë të dhomës. Kur dilim, sikur kundërshtonte për gjë më të vogël, domethënë nëse unë i thosha vishe këtë për të bërë të kundërtën e asaj që unë i thosha, edhe pse më mund ta dinte që ajo veshje ishte përshtatshme, ajo do vishte të kundërtën. Vetëm që ndoshta unë e mendoj kështu, që ndoshta të më dilte mua kundër. Kjo erdhi përpasoj se që në momentin e parë që ajo erdhi këtu, unë kisha ardhur përpara në Kanada, më pas e solla gocën. Që në momentin e parë që ajo erdhi këtu, u përball me faktin që unë kisha njohur dikë. Unë nuk është se ja prezantova si dikush, që unë tashmë do jetë në jetën tonë, po ajo e kuptoi vetë këtë, sepse shikonte marrëdhënie, shikonte telefonatat, daljet, frekuentimet. Ne nuk jetojmë bashkë padyshim me personin në fjalë, partnerin tim, por prap ajo ndoshta kishte menduar që kur ne të shkojmë në Kanada, do jemi vetëm unë dhe ti, sepse unë kështu i kisha thënë realisht, dhe kështu jemi me të vërtetë, jemi unë dhe ajo vetëm. Kur sa erdhi, ajo u prezantua me këtë fakt. Ndoshta kjo gjë e tronditi shumë, dhe unë realisht u trëmba sepse mendova që asaj u trondit bota dhe çdo gjë do vazhdonte po ashtu pastaj, domethënë do kisha të tilla probleme, të tilla reagime nga goca. Realisht Dalina ishte një gjendje që unë e përjetova shumë keq, madje edhe qaja me. Unë doja që të gjeja një zgjidhje, më doja të komunikoja me të, ishte pamundur të komunikoja në periudhë. Ndoshta më mbas u qetësuar për faktin se pa që unë isha atje prapë për atë, e dedikuar. Atë periudhë kam qenë edhe në punë, edhe në shkollë, se i bëja dyja paralel, dhe mora një vendim që duhet ta leja punën, mbas 3 muaj që goca ka ardhur në Kanada, unë kam lënë punën dhe jam fokusuar vetëm asaj, e alternova që të punoja nga shtëpia. Duhet që të vërtet të reagoja, domethënë të merrja masa. Masa e parë ishte patjetër duhet të leja punën, filloj të më ndjente më afër, filluam të komunikoni më shpesh, e mundoheshim që ti thosha tani ti ke ardhur, je një kamër, duhet të dalim të shikosh pak ambientet jashtë, të njohësh qytetin. Me shkollën mua ambient bëha shumë shpejt. Një gjë tjetër që dua ta cek është ndoshta nga që tronditja aq e madhe që ajo psoi këtu ishte sepse mungesa që ka ndoshta nga jati. Pse ka pak, e thash që nuk ka komunikim. Jo, nuk ka komunikim. Që kur ne jemi divorcuar
jati saj, pati ato ftohjen, ishte natyrë e tillë, nuk dua që t'i vë faj apo ku di unë. Ishte zgjedhje e tij, zgjodhi kështu, madje kur ne jemi ndarë kur ajo ka qenë 6 vjeç, por vajza e ka marrë vesh që ne jemi ndarë kur ajo ka qenë në klasë të dytë. Ndoshta, domethënë ka qenë kështu, doja t'ja mbaja pak si sekret sepse ose nuk doja pikërisht këtë pjesën që ajo të trondite, kupton, sepse e donte prezencën e tij, e kërkonte. Pa i ka qenë prezent si baba kur gjatë kohës që ishin bashkë ju? Kur ishte, sepse puna e tij ishte që duhet më shumë të ishte jashtë qytetit. Ishte shofer me autobusat edhe domethënë më shumë ishte i ikur do thosha se sa për në ato ditë që ai ishte prezent, domethënë e donte vajzën dhe un kam dërguar edhe një poezi që vajza ka bërë këtu nëse ta tregoj gazetarja. E ka bërë në shkollë. Po, e ka shkruar në shkollë këtu. Edhe aty e cek ajo ku thotë që para 8 vitesh ne ishim të dy, domethënë unë kisha dashurinë e mamit, dashurinë e babit, në një familje të mbushur me lodra, me kujtime, domethënë ajo ka cekur që kështu e ka nisur që kështu, pra ajo i ka ato kujtime, kupton? Dhe po ta lexosh fundin thotë që unë gjithmonë do ta pres dhe do ta mbaj zemrën të mbyllur, vetëm që aty të mos ja zë dikush tjetër vendin. Dhe tani unë bëj lidhjen që ndoshta kjo ishte ajo tronditja e madhe që hapsoj këtu, që kur u prezantua me faktin që unë i kisha gja një partner tjetër në jetën time. Falë një herë që ta sqarojmë se na është bërë vëmendja të gjithëve shumë e shkurtër në këtë epokë. Këtë e ka shkruar kur ti u lidhe me një tjetër, pra kur e mori vesh. Ka bërë këtë poezi. Po, e ka shkruar më mbrapa. Domethënë kur erdhëm në Kanada, mbas disa muajsh. Se këtu thot një fjali që se është anglisht, po ta përkthej. Nuk mundem thotë të mos kujtoj 8 vite më parë në një shtëpi të madhe. Unë se lexoj to. Lexoj to unë. E di, është shumë e dhimbshme. Unë sa herë nuk dua të lexoj më dhe vet. Është shumë e dhimbshme. Është vërtet shumë e dhimbshme. Domethënë janë ndjesi, unë e dija që ai kish mungesë të jati, po jo deri në këtë pikë, ose më saktë jo këto lloj ndjesish kaq shumë të shprehura. Tash du ta lexoj se Jonas po më ndihmon në këtë rast. Po, njerëzit du ta dinë se çfarë flitet. Thotë para 8 viteve thotë në një shtëpi të madhe, thotë kisha të gjithë lotrat që donte një fëmijë. Dhe ndjesinë e ngrohtë që ndjesinë e mirë thotë që of being loved by both sides, të dashurisë nga të dy anët, edhe nga një nënë e dashur dhe nga një baba i dashur. Tani thotë mund të shoh mbrapsht to what I want back, tek ajo çfarë dua. Pra do prapa të want back. Dashuria thos zgjati vetëm deri në 8 vite më parë. Po. E di pse prekem se vajza ndoshta tash nuk mund të futem në marrëdhënie me babain. Unë gjithmonë mendoj që në një formë është për t'u gjykuar kur nuk flet fare, është për t'u kuptuar pse nuk flet me fëmijën një prind. Është gjithmonë ka një vend aty për gjykim, tash neve që jemi njerëz normal dhe jo psikolog, le të kemi edhe ca gjykime tonat, por nuk e di se si ka qenë marrëdhënia e saj me atë, po kjo në mendjen e vet nuk e di Jona, gjatë tyre 8 viteve mund të kenë ndërtuar edhe diçka që ndoshta nuk ishte edhe aq e bukur sa që mendon kjo, por atë që ka dashur kjo. A ka qenë kjo familje kaq e lumtur kur ishte kjo e vogël para 8 viteve? Familja ishte ashtu siç ajo e përshkruan, por zgjedhjet në fund të ditës janë të secilit. Po, e ka lënë me një heshtje shumë të madhe. Shkëputja me babait në këtë rast. Shumë. Ajo dhe sot e kësaj dite e kërkon atë gjë, madje para një viti kur kishte ditëlindjen fiku qiririn edhe erdhi më tha matë veshi, do doja tha, dëshira ime ishte tha që unë shpreha, të ishte tha që të flisja edhe një herë tha me babin ashtu siç flisja dikur tha. Kitmen kisha të njëjtë marrëdhënie. Unë në ato momente nuk di çfarë ti thuash një fëmijë 14 vjeç, një adoleshente e 14 vjeç. Pra ajo e kërkon prezencën e të jatit her pas here, do të thënë ky boshllëku është që nuk do ta mbushi dot kurrë ajo. Unë e di këtë gjë. Kam kërkuar nga jati i saj, të paktën një herë në javë, çfarë do lloj jete të kesh ndërtuar, çfarë do lloj situate ti të kesh. Një herë në javë, një tekst ose një telefonat 5 minuta, nuk të kushton asnjë gjë. Nuk dua as të gjykoj, as të paragjykoj, as nuk e di fare se si e kanë jetën. E di ai për këtë poezi?
Po, ja kam dërguar dhe kam thënë kur të kesh kohë, lexoje, përkthej dhe lexoje dhe të kuptosh. Asnjë reagim, asnjë përgjigje. Ky është indikimi i Asnjë madh Jona lloj- në këtë rast, domethënë tek vajza. Po. Po. Në asnjë lloj përgjigje. Nuk e di, nuk e kuptoj Edhe- arsyeën e distancës, domethënë pse Jati ka zgjedhur të lloj distance kaq të prerë me vajzën, fill mbas divorcit që ti ke pasur me të. Domethënë ka arritur të kuptosh ti arsyet sepse ka ndodhur kjo. Jo direkt fill, sepse të thash ne u ndajmë 6, por goca e mori vesh që ne u ndam kur ajo që ishim të ndarë, divorcuar, kur ajo ishte 8, sepse ata, domethënë unë mundohesha ta mbaja kështu komunikimin. Nëse ai vinte një herë në qytetin tim për vizitë për shembull, unë thosha gocës do dalim të pim një kafe se ka ardhur babi nga puna. Pra ajo e dinte sikur kjo gjë funksiononte kështu edhe kur Linda. Pse ndërprej erdhi me komunikimin? kohën, ndoshta ai ka krijuar diçka tjetër dhe janë ca gjëra që e ke parasysh Ti the ndikime ke do jetuar thosha unë. me Do vajzën thosha 4 ndikime. Dhe që ke 4 4 vite vite ne me kemi- vajzën në Tiranë apo jo? Domethënë Po, para se po të shkojë kemi në jetuar në Tiranë. gjatë asaj kohe si ka qenë vajza dhe ti dhe komunikimi me Tiatin vazhdonte? Vazhdonte shumë pak, do thosha, do thënë niste me një telefonat, qoftë një herë për ditëlindjen e saj ose shumë rrallë ndonjëherë kështu, që thjesht çfarë bën, si e, po dhe kur ai fliste nuk është se e pyeste si një baba, në kuptimin që të interesohej për gjendjen e vajzës, po është ndoshta shumë fani kjo, po si është koha në Tiranë, kupton? Madje ka qenë një moment kur ne kemi qeshur gjithë me këtë pyetje që bëri, se ishte pyetje për ato që vajza do doj të di, dhe për ty, në krijoni atë bondin, atë marrëdhënien. Pastaj erdhi me kohën gradualisht duke u shuajtur fare, domethënë derisa një herë në vit një telefonat, një herë në vit një tekst, vetëm për ditëlindje dhe asgjë më shumë pastaj. Po vajza gjatë kësaj kohe që ky komunikim filloi të bëhej shumë domethënë i padukshëm me kalimin e kohës, çfarë bënte pyetje ty ose kërkonte Tiatin apo thjesht në momentin që ti shkove bashkë me të në Kanada, aty pastaj ajo filloi të ndjente më shumë të diferencën edhe humbi shpresën, siç e shpreh edhe këtu, që mund të rikthej Po, ajo drita. ajo faktikisht nuk ka humbur akoma shpresën, ajo thoshte akoma që unë ende do ta pres, dhe kur të vi prapë do t'ja hap zemrën, do t'i them babi. Jo, unë do thosha që në Tiranë ajo e filloi atë, e kuptonte atë largësinë e tij. Pastaj kur erdhi këtu, duke qenë që këtu morin çik më shumë zhvillim, i dhash telefon për herë të parë 12 vjeç kur erdhëm këtu, se nuk kishte telefon, gjithmonë komunikonte nga unë. Ndoshta ndikimet nga pala tjetër ishin që duke qenë që vajza nuk ka telefon, unë nuk mund të telefonoj ty tash për vajzën, gjë që mua më duket shumë jo normale kjo. Marrëdhënia juaj është marrëdhënia juaj, nuk më intereson kjo pjesë, po je baba, do të përgjigjesh. Kur erdhëm këtu që unë i dhash telefonin për herë të parë, i thash goca ka telefonin, ka numrin e saj, ti mund të komunikosh. Madje një herë që kam parë një tekst gocës, ka telefoni i saj, ky ka qenë një mesazh që ka thënë babi jam Elina, a mund të flasim, ky është numri im. Asnjë reagim prap. Asnjë mesazh, asnjë gjë. Realisht nuk e kam kërkuar asnjë lloj gjëje, asnjë shpenzim për vajzën. Thjesht i kam thënë vetëm kaq, komunikoni. Dhe jo vetëm me atë, po edhe me gjyshrit e saj, me gjithë njerëzit që ajo ka, të njëjtën gjë i kam thënë. Bëjeni vajzën për vete sa jeni në kohë. Sa tani keni mundësinë që ju të afroni. Nëse pastaj kjo gjë shkëputet, nuk do jetë për fajin tim as të saj, por do jetë për fajin tuaj sepse nuk ja dhat mundësinë. Kjo është ideja. Ke pyetur vajzën se si e ka interpretuar këtë largim të Jatit? Realisht kemi folur e kështu, po. Ajo pyetet në përgjigje ai kërkon nga unë, sepse ajo nuk e njeh aq mirë si person kush është baba i saj, si sillet, kush është jeta e tij, si është. Dhe ajo atë pyetje i kërkon nga unë, pastaj thot, po pse, ma thuaj ti. Dhe si reagon në këtë momente? I kam thënë që kjo është zgjedhje e tij, nuk e ndryshoj dot. Shkruaj ti. E kupton? Edhe madje edhe për Krishtlindje vit të ri, e kam thënë shkruajte i tati sepse ka ditëlindjen. Tha jo, nuk i shkruaj. A ka kujtime nga ajo kohë? Domethënë, cilat ajo i ka mbajtur akoma të gjalla në mendjen e vet? Po, ka kujtime. Ka kujtime dhe i thot për shkak. E mbaj mend që kemi qenë në filan vend, kemi qenë me babin, kemi qenë këtu. Kam përshtypjen se Linda pak ndjen edhe si lloj shkarkimi këtë pjesën e vajzës mbi ty. Pra marrëdhënien që ajo ka me Tiatin, mund ta ndjesh që e shkarkon tek ty.
edhe për zgjedhjet e mëvonshme që ti ke bërë, qoftë për të bashkuar me një Po, partner tjetër. po, patjetër. Me thënë, unë prandaj thash, ai reagimi i saj ishte këtu kur erdhëm, ai 2-3 mujor shqiptar, ndoshta ky ishte reagimi që ajo bëri kundrejt meje për të më thënë që ndoshta je ti që ma prishe gjithë këtë, nuk e di, shpresë që mund të kisha që unë të krijoja akoma marrëdhënie me babin. Megjithëse unë të thash, unë jam atje për atë në çdo moment. Jam munduar që t'ja plotësoj të dy anët, madje edhe nuk bëj hapa më tutje vetëm për këtë gjë që të jem vetëm unë dhe ajo në Po. një shtëpi. Përveç marrëdhënies me Tjatin, që ajo tashmë duket sikur edhe pse the ka shpresën, por ballafaqimi me faktin që ti je bashkuar me një partner edhe e ka bërë të kuptoj dakord, shpresa po vjen dhe zvoglohet, pra me kalimin e kohës, po do të kuptoj pak dhe marrëdhënien me ty. Nuk e di nëse mendon kështu, por bashkimi me partnerin mund të ketë parë edhe si vendi i saj po zvoglohet gjithmonë e më shumë, pra edhe në raport me ty. Mund të ndjerë si ndonjë partner emocionale vajza me ty në gjatë kohës që keni qëndruar bashk, dhe me kalimin e kohës ajo është ndjerë e zëvendësuar nga partneri aktual. Mund të jetë edhe kjo? Po, e mendoj dhe këtë ndonjëherë, prandaj them që unë po luftoj gjithkohës i tregoj që ajo është kryesorja në jetën time. I kam lënë atë pjesën e hapësirës që të mos e detyroj të bëj gjëra ekstra me mua, kur unë mund të jem dhe me partnerin tim. Dhe ka pas raste për shumë kur ajo ka thënë që a mund të mos të bëjmë këtë gjë sepse është edhe personi tjetër për shembull në fjalë, ose e shikoj herë pas here që bën mimikat fytyrës kur përmendet, e kupton, ose ne jemi në një diskutim apo diçka. Bën mimika që prap ky ose e kupton, e ka kështu si, por unë gjithkohës, domethënë kjo ishte një nga masat që unë mora të parat, prandaj dhe përmenda që në fillim që të leja punën, të fokusohesh asaj, të tregoja që unë jam këtu për ty, sepse vërtet e ndjeva këtë pjesë që ajo mund të më largojë dhe mua, për faktin sepse dikush tjetër hyri në mes. Jo vetëm është ajo që thuat, jo vetëm që ju zvendësua pjesa e të jatit, por edhe unë mund, domethënë po i humbi se terrenit tek unë, sepse ne ishim shumë të lidhura me njëra tjetrën. Më fal se unë ngela tek poezia sepse më pëlqen që ajo shkruan, jo bravo qoftë që shkruan, sepse është Shkruan shumë, po. Është një gjë shumë e mirë, është një lloj kanali shirimi, një lloj meditimi që do ta gjej veten her pas here dhe shfati matha që është edhe veten në krimtari. Po ka një fjali në fund që unë doja ta bëja edhe si pyetje, po ju diskutuat pak, kjo ndjesia e fajit që ka shumë fëmijë mbas divorcit. Dhe kjo thotë në fjalinë e fundit, thotë, një pjesë e imja thotë faleminderit Zotit që unë shpëtova dhe nuk ika. Domethënë, u ndryshuan shtetet, jam diku dhe nuk që mos provoja dhimbje. Kurse një tjetër thotë pjesë e imja, thotë të donte ka një kuriozitet që a do mundesha unë të ndaloja atë gjë që ndodhi para 8 vitesh. Që se ka pranuar divorcin, se ka pranuar. Po, e thot, a do mundesha unë? Edhe her pas here, nuk e di, nga literatura, që kam dëgjuar që, ose që kam lexuar, se për dash dhe mua vetë lexoja për këtë gjëra, që shumë fëmijë bëhen dhe pyetje vetes në format e tyre, në kokën e tyre që mos jam edhe unë shkaktari i kësaj gjës. Kështu që edhe kjo në fund thot, ndoshta mund të kisha dhe unë fuqi ta ndaloja këtë. Po, e fillojmë nga pika që ajo është ndihet e refuzuar nga jati së pari. Dhe ky refuzim është pa përgjigje. Ai nuk ka ku ti marr përgjigje, ti drejton ti ëmës, po ëma nuk i di, sepse është një person tjetër që ja ka shkaktuar këtë mungesë. Dhe detyrimisht ku do i gjej këto përgjigje brenda vetes. Pra fillon internalizon, që themi ne i brendës son, ndjenjën e fajit vetëm nga mos komunikimi, mos qartësimi. Jati mund të largohet nga jeta e fëmijës, po ti lëri të paktën minimumi një shpjegim. Që ajo ta përmbyll procesin, sepse procesi pa përfunduar gjithmonë krijon shumë dëm emocionale mbrapsht. Edhe mllefet mëdha e krijon shumë. Ka shumë mund të vi shumë vonë, tani jo është në vetfajsim të plot. Prandaj në këtë rast jati nuk është i munguar, por është i dëmshëm për fëmijën, sepse po i shkakton një dëm vajzës nga mungesa e tij dhe mos komunikimi i qartë i arsyeve. Ajo do arsye, do kuptim, të japi gjithë kësaj që po ndodh. A mund ta gjejë vetë arsye ndoshta me terapi? Pa prezencën e tjatit, pra le ta quajmë dead. Po, në këtë rast duhet ta qaj të jati në thonjza, sepse ai tashmë nuk pranon të jetë pjesë e saj, dhe të përpunoj këtë ndjesinë e faqe që ti kape,
sepse mund të jetë një proces që vazhdon, nuk ndalon me kaq. Domethënë mbaron një farë moshe dhe ajo mund të ndodhe kundërta që i rikthehet jetës, i jep përgjigje vetes, e pranon humbjen që i ka ndodhur, por mund të ndodhë edhe që nuk i kalon kurrë. Shiko, historia e një vajze që nuk flet me tjatin e vet, apo dhe një djali, po në të rast flasim për gosat, është histori e njohur. Ka shumë. Ka shumë historia që edhe njerëz të famshëm që thon mbas shumë vitesh kur u bëra i famshëm, babai u kujtua për mua dhe erdhi më fali. Ka dhe një moment shumë interesant në shumë histori që un kam dëgjuar gjatë karrierës sime apo historitë të njohurve, është që çfarëdo gjë që të ketë pasur me tjatin, në rast se ajo ka siç e tha Linda, ka përjetuar një familje, ka qenë një shtëpi e ngrohtë, relativisht e ngrohtë për të, pra nuk ka pasur situata të cilat mund të që në fillim mund ta përcaktojnë që babai është negativ, babai është i frikshëm, pra nuk ka pasur lloj përcaktimesh. Kështu që në kokën e saj ka një gjë për babin. Dhe nga ato të cilat po i referohesha historive, ka shumë që e kanë këtë ëndër dhe të takimin e parë zhgënjen aq shumë sa që kjo i ndihmon shumë. Pra kanë një goditje, një shok, thonë, ky që ka babi im. Është si ato që janë të adoptuar, si kam pasi shoqe unë që ishte adoptuar dhe prindrit i kishte jashtëzakonshëm, por kishte fiksuar në kokën e vet që fëmijë ma thoshte mua, ne ishim 4 vjeç, luanim 4 vjeç, thoshte mami im është dysh matematike sepse prindrit e mi janë ngjyrë tërsi, po unë jam, dhe ajo ishte vërtet është pedagoge në Sorbonne tash në Francë, në matematik, sepse unë jam gjeni matematike dhe nëna ime duhet të jetë një matematicene. Dhe me këtë ëndër jetoi derisa mori vesh që nëna ishte nga i fshat dhe i kërkonte lek. Kuptos kishte lidhje matematikën. Dhe kështu që edhe në këtë ajo mund të shpëtoj vetëm nga përballje me tjatin. Mund të jetë edhe kjo, mund të jetë. Po me meshkujt si kanë marrëdhënie me partner, se tash nuk i dihet, po me partnerin si kanë marrëdhëniet vajzat në këtë situatë. Kjo mund të zhvillojë një, siç themi ne, një atashim të pasigurt, sepse jati nuk e munguar, duke mos qenë aty prezent në momentin që ajo ka nevojë, mund të zhvillojë si atashim ose lidhje pasigurt që shfaqet e marrëdhëniet edhe anksiozin. Po me trupin, duhet që se vajza është mashkulli i pari refuzon me pamjen me veten. Si ka marrëdhënia me veten me pamjen? Linda. Jo, kështu është okej, thjesht ka ndonjëherë to pasigurit që kur të rritem do bëj pak hundën se nuk më pëlqen hunda ime. Po se TikToku zemra këto. Po, të gjithë. Ne kupton, shikoj këto filtrat edhe po. Dhe jo do t'i lyej pak këto flokët kështu, t'i bëj të ngjyrën, t'i pres. Do të mësojmë se kam to ansore. Okej, këto janë normale dhe unë e kuptoj dhe ne mund të kemi pasiguri, jo më ajo që është 15 vjeç, po ky është një nga shqetësimet e mia më të mëdha, domethënë, fakti që ajo nuk harri dot unë 100% ta kuptoj ndjesitë të plotat të sajat. Ndjesit në lidhje me mua, në lidhje me partnerin tim aktual, ndjesit në lidhje me tjatin e saj, pra ky është ai trekëndshi që unë dua ta zgjidh. Partneri si sillet? Absolutisht është njeriu më korrekt, ai i ka lënë hapësirën e saj, domethënë është një njeri që ajo dhe mund ta ketë sharë dhe ofenduar dhe ai prapë të ketë thënë unë e di dhe vetë që jam i shëmtuar ose e di dhe vetë që domethënë ka një shumë tolerant, jashtëmase tolerant, sepse arrit ta kuptoj. Edhe ajo është e sjellshme me të, në kuptimin që e kupton nuk është se ka shpërthime ose absolutisht. Në përgjithësi është një vajzë e sjellshme dhe e qetë. Por që e kuptoj ndonjëherë që ka një bezdisje, ka një që në mimikën e saj për shembull, të tregon që ka një farë bezdisje. Jo gjithmonë, po ndoshta kur ka ato mendimet e saj që mendon më shumë gjëra, ndoshta krijon një bezdisje. Çfarë ndodh asaj në krizën më të madhe? Unë shkoj për shembull që ta pyes, dhe thotë më lër të qet, nuk dua të flas tani. Po ik më lër. Domethënë kjo është më A është mirë ti lëm dhe fëmijë kur mbyllin dyert? Po, të doja ta bëja unë të pyes. Se ndonjëherë unë bëjmë pak e bezdisshme me thënë drejtë. Do kam të pyetje me që kam jonë. Adoleshenti që mbyll derën dhe kërkon të jetë izoluar, i detyrimisht po të thotë që nuk kam nevojë për ty apo për vëmendjen tënde. Ajo e di që e ka vëmendjen tënde, madje kur është zemëruar e ka dhe më shumë se ti shqetësohesh, edhe shqetësimi është një lidhje që ajo furnizohet me vëmendje. Por në momentin që ajo të afrohet, ti mundesh të ndërtosh pikërisht aty komunikimin që ajo të filloj të mos e bëj si sjellje përsëritse izolimin edhe mbylljen. Pra momentin kur është më i qetë, se the është një përgjithësi, një vajzë e sjellshme, një vajzë e qetë, edhe kur ka ato momente të qetësisë, aty pikërisht mund të shkojmë për ndërtim të marrëdhënies. Jo më vetëm për pjesën që të flet apo të bën aktivitete. Është një moment ku
gradualisht ti futesh në zonën e saj dhe ajo më pas të lejon më shumë që të jep ato që ndjen, ato që ka si emocion. Prandaj ne mund t'ja tolerojmë ndonjëherë dhe izolimin. Po, edhe kjo çake është bezdisëse. Shumë bezdise. Është Se mund ta bëjmë ndonjëherë, po çake. Ne kemi zbutur si brez, po prindrit ta kanë qenë të merri fare. Ato thoshin çat kanë bërë. Ata ishin, tash do merreshim me ata neve. Po prandaj them që edhe prindrit janë në presion me adoleshentët për ndryshimin që duhet të përshtasin me ta. Ne vim me modelin si na kanë rritur dhe mendonim që ai model do funksiononte me rritjen e fëmijëve tan, por po fillonin çdo gjë nga zero. Se si të përshtateni me të. Nuk ka autoritet, tani ka më shumë afrimitet me fëmijën, më shumë pranime. Prandaj është një zonë ku mësojnë të dy si të bashkëpunojnë dhe bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Po, unë kam një pyetje për Lindën. Se si ajo ndihet në gjithë këtë pjesë me një adoleshente që është kundërshtuese edhe për zgjedhjen tënde. Unë të vërtetën janë mix emocionesh, mix ndjesish. Një nga ndjesitë që unë kam në lidhje me raport me vajzën është pasiguria ime. Domethënë atje ku janë adoleshentët të pasigurt, duket sikur to ndjesi ecin paralel dhe me ne prindrit. Domethënë pasiguria ata pasigurinë. Më vret fakti që ndoshta zgjedhjet e mia atë e lëndojnë. Dhe prap këtu futet pasiguria them a është kjo zgjedhja e dur e imja që ti përcjell vajzës një mesazh tjetër ose mos ndoshta po bëj unë gabim në zgjedhjet e mia, jo vetëm partnerin, po edhe në jetë, shoqëri, nuk e di. Jona ka dhe gjë që e thotë ajo dhe mendoj dhe unë. Ne jemi rritur dhe shumë tradicionalisht. Pavarësisht se Linda është në Kanada apo unë këtu duke bërë emisione. Po ca pyetje, sidomos me zgjedhjen e një mashkulli tjetër me goca të rrotull, është një gjë që ne na dalin shumë zëra nga paraardhësit tanë. Domethënë edhe vuajmë, nëse për mua që vazhdoj diskutoj gjithmonë dijen e faj, nëse ka një dije faj që unë e di që po të më vijë ajo ditë do e kem shumë të vështirë ta përballoj, sepse prioriteti im janë kalamajt aq shumë sa që mund të kaloj edhe në neveri ose ta zhduk tjetrin të pafajshëm dhe ai shkreti ka jetë vet. Për këtë rast është ky rasti. Dhe them si do të kem unë atë mashkullin, si do të takoj ai vajzën time të rritur, si mund të shkel ai në shtëpinë time një burr i huaj, edhe pse ai mund të jetë njeriu më i mirë në botë, jam pyeti që ne kemi ferma ndaj burrave, ndaj atyre paranojave tona që kemi pasiguri, bravo, pasiguri ndaj paranojave tona. Pasiguri tash se çfarë s'kena parë, s'kena dëgjuar tash. Pikërisht. Para thënë si fjalë ose ta zhvillojmë si mendim, e kuptojmë shumë mirë se për çfarë po flasim, shumë e vërtetë. Ka shumë nëna që ne nuk e dim nëse kam pas lidhje dhe me siguri që kam pasur, po se kemi marrë vesh kurrë te kalamajt. Se kanë marrë vesh kurrë dhe në fakt ato ka sakrifikuar dhe këtë gjë që mund të ishte edhe një histori shumë e lumtur, vetëm nga kjo frika dhe kjo gjykimi që ka, jo i vetëm i njerëzve, po dhe ndaj vetes, që si do fusun se burri ka më kollaj, thotë se burri do një grua në shtëpi se kujdeset për shtëpinë. Kurse si do fus ajo një burr tjetër në shtëpi, dhe kur ja sidomos me goca të rrotull. Dhe Lindës në tru, unë e besoj që i komplikohet dhe më shumë situata sepse është komplikimi në breza e kësaj gjë. Ndonjëherë kështu do ta lësh thjesht të lëre të shkoj, kuptoni? Siç e bëjnë amerikanët, ato ikin thjesht me pushime, babi njerka, prindi 1, prindi 2. Lidhja në vetvete, rilidhja është një tranzicion individual së pari, që ti e përjeton me veten, po në këtë rast kur ke dhe fëmijën, ta bën më të vështirë se duhet të vendosesh në shumë pozicione. Nuk je përqendruar se si ndihesh ti, po si do bësh të ndihet vajzën, do pranoj apo jo, rreziqe që ju po flisnin për pasigurinë e këtij personi. Edhe kur je divorcuar, fakti që lidhesh me tjetër edhe kur e di që historia e kaluar nuk ka si shans bëhet më, prapë mund t'i bësh pyetje, thua, ti mendon sikur fëmia pyet, po mirë, se bre do të parën funksiononte dot. Kupton e ke atë ndjenjën, po tash do bësh të tjetrën, se dhe ti do lumturinë tënde. Ajo është në fund të ditës se ke shumë të vështirë ta artikulosh. Dhe sidomos ky rasti është kështu rast që kam dëgjuar te të gjithë, është unikal, rasti më konservator kur edhe gruaja më liberale, të paktën në vendin tonë se në Shqipëri jemi, bëhet shumë konservatore në këtë rast. Ndjen një vështirësi, po jo, unë njoh njerëz që kanë qenë të dalë kështu, goca të cilat janë dhe meshkuj në shtëpi zero. Duhet shumë. Edhe unë në shtëpi absolutisht asnjë lloj kontakti. Domethënë edhe e kam të printuar në kokën time që derisa vajzat të ikin në universitet, që të dalin në jetën e saj,
Unë nuk bëj asnjë lëvizje për veten time, që të bashkëjetoj me dikë ose të jetoj ose edhe një martesë, asnjë lloj gjë të tillë. Çdo gjë është jashtë shtëpisë. Unë do thoya këtë, Dalin, me që hap shumë çështja pasigurisë dhe dëgjova shumë te Linda, e përforcove edhe më shumë në atë që the, nëse një fëmijë adoleshent vazhdimisht fillon edhe vëzhgon që nëna është e pasigurt me zgjedhjen e vet, pasiguria do i rritet edhe më shumë. Nga ana tjetër. E di, pra e di, edhe kjo është. Por nëse shikon që ti ke siguri, domethënë ndjek nevojat e tua, domethënë që je një grua, në fund parë nuk mund t'ja mohosh vetes që ti ke nevoja si individ. Po pra, prandaj thash unë Samish këtë jashtë e bëj shumë natyralisht. E bëj shumë natyralisht atë gjë sepse kurse e thash prandaj doja ta caktoja gjithmonë Shqipëria, sepse shumë e vështirë për ne. E kam dhe unë që mendoj që jam liberale, jam shumë konservatore te kjo pjesa. Nuk e di, më duket kështu si unë gati ne veris tjetrin, se përtej të qenë dashuria për lidhjes tjetër, janë këto mendimet që po këto e kemi kaluar në nivel jashtë shtëpisë pastaj, se si mendon komuniteti. E pra e di, është sërish brenda shtëpisë edhe shikojmë se si fëmia po na vëzhgon ne, si kjo vajzë po më shikon mua. Po shumë e drejtë. Nëse të shikon që ti je qet dhe je sigurt me zgjedhjen tënde, asaj i jep po ashtu siguri. Prandaj them interpretimi se si të shikon. E pra, sa të drejtë ka Jona, se edhe unë po bëj terapi sot. Bëj vërtet terapi sot dyja. Po do bëjmë tash se unë nuk kam eksperte sot. Mbas 2 vjetësh mund të jem, sot nuk jam eksperte për adoleshentët. Unë çështjet që di në teori në praktikë. Po mirë, ja të paktën teoria merr shumë shembuj. Megjithatë unë prap ajo ka vështirësitë e veta goca e Lindës, po prap është, s'mund të them fjalën parikuperueshëm se nuk i dihet kur jetës, po kjo është ai boshllliku që e ka të vetin specifik, nuk është se gjithë adoleshentët e kanë këtë gjë. Ai, domethënë, është një mungesë, është humbje. Ne them, është tamam si humbje, siç humbim njerëzit në fizikisht. E po jam të gjallë o zemra, se humbja është edhe më vështirë në këtë rast. Është, po, ky është rasti edhe më i vështirë kur humbja është e gjallë. Por mund të kap edhe një detaj të fundit tek pjesa e Lindës, kërkesat e saj për të ndryshuar trupin, për të ndryshuar format e fytyrës apo të trupit, mund të jenë dhe këto një lloj kërkese për të pasur kontroll. Zakonisht tek adoleshentët. Pra nuk është gjithmonë kërkesë për të zbukuruar, por është edhe kur nuk kam kontroll mbi marrëdhënien me teatrin, kur s'kam kontroll mbi marrëdhënien çfarë mund ndodh me tjemën, atëherë rikthehem trupit tim. Edhe këtu ajo fillon edhe e shikon edhe në këtë formë që ndërton siguri. Edhe kur bëjnë kështu, shpohen, bëjnë tatuazhe, gjitha këto. Në këtë pjesë sepse është paktën trupi i tyre dhe them mund të bëj modifikimet që dua për të ndjerë mirë. Prandaj mund të shikohet dhe interpretohet në këtë formë. Frikshme edhe kjo. Unë kam thënë sa ti je 18 vjeç nuk kam ndryshime. Qeshim ndonjëherë me këtë fakt. Kjo të ndihmon edhe atë për forcimin jos. Patjetër që jam tolerante me të, patjetër që i lëkon e saj hapësirën e saj, por ama unë luaj fiks rolin e nënës, kur unë i them që kjo do bëhet kështu, kjo do bëhet kështu. Patjetër i vendos kufi, i vendos orare, kam kontroll mbi të, i kontrolloj lokacionin e vendodhjes ku ajo bën të jetë, e kemi pakt të dyja këtë, kemi bërë një marrëveshje që unë do të shikoj lokacionin tënd, gjithashtu edhe ti timin, nëse ke ndonjë shqetësim ndonjë gjë, ama unë duhet gjithkohës të jem në kontrollin tënd. Më pyet përpara se të bëj një veprim, a mund të ri me shoqen mbas shkolle? Patjetër. Do rish një orë, vjen në shtëpi dhe është deri më tani ka zbatuar çdo gjë. Është shumë okay te kjo pjesë. Domethënë sepse e kupton që unë jam e ndjen atë ndonjëherë frikën e reagimit tim si nën, që kjo gjë nuk duhet bërë dhe nuk duhet bërë. Okej, Linda, le mund të flisim, sot unë jam në ditë që mund të flas me orë të tëra për adoleshentët, është tema që më intereson më shumë për momentin. Mund të falenderoj shumë edhe me aq sa thua, sido që të jetë prapë edhe me atë përkushtimin që i ke si prind. Ndonjëherë si shpreh që mjafton një prind tjetër i përkushtuar, edhe në këtë rasti po e bën maksimumin tënd. Dhe ai prindi i përkushtuar në 100% tënd. Besoj që ajo do ja dalë edhe kush ka pas sukses ka pas adoleshencë vështirë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Falenderoj shumë. Thuaj që të vazhdoj të shkruaj, se i bën shumë mirë. Po,